Kjo është ora më e mirë për të konsumuar darkën nëse doni që të mos shëndosheni. Ngrënia e darkës vonë mund të kontribuojë në shtimin e peshës dhe sheqerit në gjak sipas një studimi të botuar në Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism të shoqatës endokrine. Mbi 2,1 miliard vlerësohet jetë numri i të rriturve mbi peshë ose obez në mbar botën, duke i bërë më të mundshëm probleme shëndetësore si diabeti dhe presioni i lartë i gjakut. Disa studime tregojnë se ngrënia e kalorive vonë lidhet me obezitetin dhe sindromën metabolike. Ky studim hedh dritë mbi faktin se si ngrënia e vakteve të mbrëmjes përkeqëson tolerancën e glukozës dhe redukton sasinë e yndyrës së djegur. Efektet e vakteve të mbrëmjes ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme nga njerëzit dhe varen nga ora e tyre e zakonshme e gjumit, gjë që tregon se njerëzit mund të jenë të prekshëm më shumë se të tjerët. Prandaj ekspertët këshillojnë që darkën të mos e konsumoni më vonë se ora 18 nëse flini në orën 22 dhe nëse e konsumoni në 19 mos flini më vonë se ora 23.